أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të ndëruar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat janë ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me lejen dhe ndihmën e Allahut Dhul Jalali wal Ikram, kemi arritur të hadithi 378 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu taala thot: "Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بينكم أفشوا السلام بينكم." رواه مسلم. نرفن أبو هريرة رضي الله عنه, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Pasha atë që ndorën e tij është shpirti jam, nuk keni për ty në xhenet derisa nuk besoni. Dhe nuk keni për të besu derisa nuk duheni me zete." Aty të regojnë një gjë, që ju nëse e bëni, shtohet dashuria mes jush. Ajo është përhapja e selamit mes jush. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Jemi në kapitullin që flet për vlerën që ka dashuria e besimtarit për vëllaun e tij besimtar. E sjell Imam Neveviu rahimullahu taala këtë hadith për të treguar disa të vërteta shumë të rëndësishme dhe shumë të mëdha, që secili prej nesh duhet t'i kupton veten e tij, pastaj t'ju tregon edhe të tjerëve. Dhe për treguar se këto çështje janë të mëdha, u betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Allahun dhul jalal. E zakonisht njerëzit betohen për gjëra të mëdha, jo për gjëra të vogla. Andaj kur ndëgjon muslimanët që betohen për gjëra shumë banale, shumë pa vlefshme, kjo tregon se ai s'e ka kuptuar qëllimin e betimit. Se nuk betohet njeriu për gjëra të rëndomta, të zakonshme, por betohet vetëm për ato gjëra që domethënia e këtyre çështjeve është madhështore. Dhe ato çështje kanë peshë, rëndësi dhe vlerë në jetën e muslimanëve. Ky betim me të cilin e filloi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, padyshim që ja dridh zemrën çdo besimtarit sinqert. Nuk është e rastishme, por ka qëllimin e vet. Ne kishim dje për shembull hadithin tjetër, s'kishte betim aty. Kishte një gjë tjetër, se ishte fjalë e Allahut madhërisht. E sot kemi diçka tjetër, kemi betimin i cili tregon rëndësinë e temës për të cilën do të flet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe normalisht ky betim në zgjon kurreshën të gjithë neve, po edhe vëmendje që ajo që përcillet pas betimit e ka peshën dhe vlerën e madhe dhe na duhet të jemi të vëmendshëm shumë ndaj saj. Pastaj porosia është në shumës, nuk do të hyni në xhenet. Për më tregu se këto porosi nuk kanë të bëjnë me një individ nga shoqëria muslimane, po kanë të bëjnë me çdo individ. Dhe nëse këto komponente nuk janë përhapuna në mesin e çdo muslimanit, atëherë nuk
mund që shoqëria muslimane të ecë përpara, ose të arrijë qëllimin e vet, që është hyrja në xhennet. Edhe përmendi domethënë atë vargun e veprave. Ndaj filloj prej lart, s'mund të hyj në xhennet pa besim, s'mund besosh pa dash vëllaun tan, s'mund të kesh dashuri pa e përhap selamin. Ose nisja nga tjetër, përhap selamin, shtoje dashurinë, shtoje imanin, fitoje xhennetin. Normalisht se mënyrat që i ka përdor pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith, të gjitha këto tregojnë domosdoshmë se ne duhet këto mësime dhe porosi që janë këtë hadith veçmot i kemi zbatuara në jetë dhe ato t'jenë veçoritë tona. Ato t'jenë pjesë e kulturës së përgjithshme shoqërive tona, që fatkeqësisht nuk janë. Cila është fikhu, dispozita që nxjerr nga ky hadith, meselja e selamit, për të cilën kemi folur edhe të hadithit 238 me radhë, se të gjithë ulemat janë pajtuar se kthimi i selamit është obligim kolektiv. Nëse jemi për shembull ashtu në xhami dhe vjen dikush futet në xhami dhe thot assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhe njëri prej neve thot wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuh, e kreu obligimin për gjithë ne. Kjo është meselja e kthimit selamit. Dhe nëse se kthen askush gjithna, kemi mëkat. Sepse Allahu i madhërisht thot idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi mithliha aw bi ahsani minha. Nëse përshëndeteni me një përshëndetje, ktheheni me të njëjtën ose me më të mirë vetë, ktheheni obligim. Mirë, çka është dispozita e dhënies së selamit, për shembull tash ai hyn në xhami dhe a ka obligim me dhënë selam apo sunet me dhënë selam, janë dy mendime të ulemave. Shumica e fuqahave nga Malikit, Shafiit dhe Hanbelit në një prej mendimeve thënë se fillimi i selamit është sunet dhe nuk është obligim. Kjo është domethënë një grumbull i dietarëve. Dhe thënë se nëse janë 2-3 veta dhe njëri për të jep selam, mjafton kjo për gjithë. Kurse në mendimin tjetër që ndajnë ulemat e mëdhëbit Hanefi, Maliki dhe një mendim Imam Ahmedit rahimullahu taala, se dhënia e selamit që ka vajib. Dhe sidoqoftë dispozitave fetare, ajo që duhet ta kuptojmë gjithna është që të mësohemi përshëndetja jonë mes nesh të jetë selami. Pse? Për shkak të kësaj që jemi duke folur sot, sepse selami është ai i cili e shton dashurinë e besimtarëve mes vete. Dhe tregon zemërbardhësinë që kanë musliman njëri me tjetrin. Dhe se ky selam që në vetvete e ka kuptimin e paqes, do thotë që ne nuk kemi ku një far inati, ku një far qëllimit keq, ku një far prapavije në komunikim me vllazërit tonë besimtar. Mirë, cilë janë mësimet dhe porosit që dalin nga kjo hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Mënyra e komunikimit ose mënyra e artikulimit të porosive dhe mesazheve që na vjen dhe shpesh na përsëritet në mësimet e haditheve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë rast kemi betimin. Edhe Allahu i madhëshëm Kur'an është betu në gjëra të caktuara. Dhe normalisht edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është betu në Allahun xhelal. Dhe muslimanët çdo herë që do të kenë nevojë të betohen, duhet të betohen vetëm në Allahun subhanahu wa taala. Men kana halifan falyahlif billah. Kush don që të betohet, le të betohet në Allahun subhanahu wa taala. Allahu i madhëshëm për shembull në surën Fajr e fillon wal fajri wa layalin ashr. Pasha agimin e mëngjesit dhe 10 netët. Të ulemat 10 netët përmendur në këtë sure janë 10
netët e 10 ditëve të muajit Dhul-Hijja. Të 10 ditëve të para të muajit Dhul-Hijja. Normalisht në Kur'an ka shumë betime të Zotit dhe këto betime tregojnë për vlerën e asaj që betohet për to Allahu subhanahu wa taala. A i lejohet një lut me u betue në gjëra të tjera, pasha nanën, pasha babën, pasha kryt e fëmijëve, pasha besën, pasha familjen, pasha bukën, nuk lejohet. Këto betime janë ndaluara kategorikisht në Islam. Askush për muslimanëve nuk ka të drejtë të betohet në këto forma. Kush don më u betu dhe kush ka nevojë më betu, duhet vetëm në Allahun më betu. E pse njerëzit nuk betohen në Allahun, po betohen në fëmijë, në familje, në bukë e kështu me radhë? Për shkak se njerëzit shpesh herë betohen në rrënjshëm, e tash tu e di se ky betimi i është i rrënjshëm, e frigohet më betu në Zotin rrënjshëm, betohen gjëra tjera. Mirë po, sa është mëkat më betu rrënjshëm në Zotin, është mëkat edhe më i madh më betu në dikant tjetër përveç Allahut dhul xhelal. E kuptoni? Nuk ka dyshim se është shumë keq më betu rrënjshëm në Allah. Është mëkat. Ama mëkat më i madh se ky është më betu në diçka tjetër veç Allahut. Edhe nëse betimi jot është i sinqertë dhe i vërtetë. Se këtu ke rrënd, a këtu ke bo shirk. Zoti na ruaj. Andaj, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men halafa bil aba, falyakun la ilaha illa Allah. Kush betohet në babën e vet, le thot la ilaha illa Allah. Le ta shpagun, le ta lan këtë gjuna, këtë gabim me shahadet, sepse ka bërë një vepër që është goxha e keqe. Normalisht në gjuhën arabe, betimi është prej përforcimeve më të mëdha të mundshme. Dhe këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përdori betimin për me tregu një të vërtet absolute të cilën duhet me kuptu se cili njeri. Besimtar qoftë ose jo besimtar. Se nuk mundet me hinë në xhenet ai që nuk është besimtar. Shpesh e diskutojnë këtë temë islamofobët, ignorantët, anti-islamistë kështu më radh. Kush flet për xhenet? Flet feja. Për xhenet dhe për xhenem flet feja. Vetëm feja e pohon se përveç kësaj bote materiale fizike, ka edhe një botë tjetër. Në cilën botë janë dy pjesë. Njëra pjesë është xhenet, tjetra pjesë është xhenem. Filozofit tjera jo religiose nuk e besojnë një gjë tillë. Andaj, kur vjen një hoxh ose një besimtar edhe thot se një jo besimtar nuk mund të hyjë në xhenet, kjo është e drejtë absolut e tij. Ati që beson se ka xhenet edhe xhenem, është e drejtë e tij. Domethënë, më thonë që kush nuk beson se ka xhenet edhe xhenem, s'mund me hyjë në xhenet. S'mund me hyjë në xhenet. Andaj këtu është absurde reagimi i jo besimtarve, i ateistëve, i jo fetarve në lidhje me këtë konstatime se ti nuk e beson xhenetin, as xhenemin. Kështu që çka të vjen keq, nëse një është thot kush nuk beson Allahun dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk mund me hyjë në xhenet. Se ti nuk e beson as xhenetin as xhenemin, çka kiti me u prek. Mirë po, për me të regu se ka njerëz që nuk kanë tolerancë ndaj tjetrit, dhe se tolerancën që flasin për te kanë thjesht për marketing, jo që kanë besim, ata kanë qef këtë dynjoja të mendon dhe të flet si dojnë ata, jo si kurse i ka regullat e fesë të ti. Andaj, ky betim që përdori pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë rast, do të na tregon rëndësinë që ka besimi për të hyrë në xhenet. Dhe se nuk mundet me hyrë në xhenet askush nëse nuk e beson Allahun subhanahu wa taala.
dhe se normalisht tregon rëndësinë që ka me hinë xhenet. Se kjo është qëllimi i secilit besimtar, i cili tërë jetën e tij e shfrytëzon për të arritur këtë qëllim. Dhe përgatitet në mënyrë maksimale me imanin e tij dhe veprat e mira për me arritur këtë drejtë. Pastaj kur vjen do të mënyra pyetëse pas betimit, gjithashtu kjo tregon domethënë se besimtari duhet të kupton mënyrën edhe veprat të cilat e ndihmojnë atë me arrit në nivelet e duhura të besimit që të mjaftojë atij ky nivel për me qenë banor i xhenetit. Edhe njerë për e them, do të mjafton të gjithë na kur fillojmë të lexojmë këtë hadith, pasha atë që në dorën e shpirtit jem, me kuptu se tema për të cilët let pas ka peshë dhe rëndësi të veçantë dhe na nuk duhet mi ka përsi shumë thjesht, por duhet ndalemi, të mendojmë dhe të kuptojmë pastaj se çka duhet të marrim si detyrë dhe obligim nga këto porosi dhe mësime që vijnë pas betimit. E dyta, porosia ose mësimi i dytë që vjen, vlera e besimit, e imanit, dhe se do të ne si musliman duhet mirë ta kuptojmë këtë temë. Dhe se kjo temë nuk mjafton ka përcejmë në mënyrë sipërfaqësore. Po duhet ta kuptojmë mirë thelbin e besimit dhe kushtet e besimit, që në prizmën e kësaj diturie të kuptojmë sa na jemi realisht besimtar. Se ka paradokse, për shembull, ka njerëz që ndoshta edhe falen, kur fillojnë me fol për jetën pas vdekjes, për ahiretin, e thot me dozë dyshimit. E thot me shaka, po kush ka ardhur pi atje me të. Ai falet edhe e ka me hamendja, ka xhenet, as ka xhenet. Edhe ky paradoks që ndodh fatkeqësisht në disa besimtar, tregon se ka kuptuar mirë punën e besimit. Dhe se mendon se me çfarë do lloj besimi ai mund me qenë banor i xhenetit. Kjo është e vërtetë. Besimi i tij do të thonë i paluhatshëm, çështje konkrete, numëruara në argumente fetare. Askush prej njerëzve nuk mund të jetë besimtar i vërtet nëse nuk beson në 6 kushtet e imanit. S'mund të jetë besimtar. Edhe atë besim i bindur, i vendosur, i prerë, i paluhatur në këto çështje që do t'i përmendim pastaj pak më vonë. Thot Imam Kurtubiu rahimullahu taala, imani i përmendur këtë hadith i ka 2 kuptimet. E para, do thot besimin fetar në të gjithë ato të përmendur në hadithin e Xhibrilit alayhis salam. Cila është ajo? Hadithi i Xhibrilit, cili është? Hadithin që transmeton Imam Muslimi sa në ti, nga Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, i cili thot ishte duke ndetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kur na ardhi njëri me petka të bardha, flokë të zeza, se njëf ka askush për neve, ul para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vendoi gjuhën e tij në gjet me gjuhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vendosi durrët e tij në gjuhën e vet dhe i tha: "Ya Rasulullah, akhbirni mal iman", o i dërguari i Allahut më tregon se çka është imani. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi." Qala sadaqt. Fa iman është të besosh Allahun, melaqet, pejgamberët, librat, ditën e mbrëmë dhe të besosh kaderin për hajër dhe për sherr. E i tha, ashtu është. Edhe u habitëm në edhe e pyet, edhe ja konfirmon. Kjo është aspekti i besimit. Në këto 6 do të çështje ose në 6 baza kryesore të imanit. Dhe pjesa tjetër, thotë Imam Kurtubiu, besimi do të praktik, jo vetëm teori, aspekt do më thonë virtual, aspekt teorik, por edhe aspekti praktik, si që përmendet në hadithin tjetër,
të cilin hadith e përmend Imam Buhariu rahimahullahu sahihun e tij, el imanu bid'a wa sab'una shu'bah. Imani është 70 e kusur deg. A'laha kalimatu la ilaha illa Allah, ma larta fjala la ilaha illa Allah, wa adnaha imatatul adha an tariq, dhe ma ulta është largimi pengesës nga rruga. Ana aspektet praktike. Kështu besimi i muslimanit është besim i plot. Përndryshe, domethënë është besim i mangët. Andaj thot Imam Kurtubi rahimahullah, po të ishte për qëllim vetëm se kuptimi i dytë e jo i pari, atëherë do të na bëjë e qartë se domethënë se dikush e urren dikën për besimtarë edhe ai ka më hinë xhenet. Realisht domethënë nuk mundet më hinë xhenet ai që urren besimtarit. Këtë mesazh kush e jep? Ky hadith për cilin flasim. Se sin xhenet pa pas iman. S'mundesh me pas iman pa e dash vllahun tan. Që do të thonë, nëse ti e urren vllahun tan, ki problem me imanin tan. Opa, kana puna serioze. Nuk është punë e vogël. Andaj ajo që thamë madje dje, na duhet të vazhdojmë të mbushim zemrat tona me dashuri për vllahun ton. Ka kush i urren musliman, tash edhe ti urrejsh. Po plus asaj urrejtja muslimane që ka ajo që e dëmton imanin tan. Andaj thot Imam Kurtubi rahimahullahu taala se dy kuptimet janë për qëllim në besim, edhe besimi në këto parime, po edhe zbatimi i tyre. Përndryshe, s'mundesh me qenë xhenetli. Normalisht se çdo musliman duhet ta ketë të qartë rëndësinë e besimit, qoftë besimi domethënë i paluhatur, fetar në këto çështje të imanit që u përmendën, dhe se është tepër e rëndësishme dhe dobit e mëdha që asjell besimtarit në dunjë edhe në ahiret. Bile çdo e mirë që mund të vjen në dunjë apo në ahiret është e lidhur me imanin e tij, imanin e saktë të tij. Është qëllimi më i lartë, synimi më fisnik, me të njeriu jeton jetë të këndshme këtë dunjë, shpëton nga gjitha vështirësitë dhe telashet, e fiton shpërblimin e ahiretit, e fiton begatinë e përhershme të xhenetit, dhe domthonë nuk ka mundësi me qenë banor i xhenetit përndryshe pa iman. Thot Allahu Xhelal: "Men amila salihan min dhakrin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kushdo që bën vepra të mira, qoftë mashkull apo femër dhe është besimtar, ai njeri ka për të jetuar jetë e këndshme në këtë dunjë, dhe atë kemi për ta shpërblyer me shpërblime më të mira se punë që i ka bën këtë botë. Dhe thot Allahu Xhelal: "Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Kushdo që e synon ahiretin dhe punon për të arritur këtë qëllim, mundi i tij ka për tu paguajt pe Allahu subhanahu wa taala. Dhe thot: "Wa man ya'tihi mu'minan قد عمل ومن يأتيه مؤمنا قد عمل صالحات فأولئك لهم درجات الأولى." Kush shkon te Zoti si besimtar dhe ka bërë vepra të mira, atij takojnë gradat e larta të xhenetit, dhe thot: "Innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahumul jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala." Kushdo që beson dhe bën vepra të mira, do të ketë xhenetin firdaus vend banim të tij, ku do të mbeten për gjithmonë dhe nuk do të largohen për këtij xhenetit, as nuk do shpërgulen dikun tjetër. Normalisht se ajetet kuranore që flasin se imani është kusht elementar për të hyrë në xhenet janë të shumta, këto janë vetëm disa prej tyre që i përmendem. Argumentet fetare, Kurani fisnik dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tregon se do të janë 6 çështje thelbësore të imanit. Dhe ato duhet secili prej nesh t'i din mirë, sepse kjo nuk pranon do të kompromis. S'mund të më vëllë unë 2 po i besoj 4, a prish punë me i mohu? Prish punë. Të një me mohu për këtyre 6-ve, këtë shembët ajo kull e imanit. Thot Allahu subhanahu wa taala në disa ajete kuranore ku i përmbledh këto shtyllat e imanit: "Ya ayyuhalladhina amanu aminu billahi wa rasulihi
والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. O i besimtar, beson në Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe librin që e shpalli robit e tij, dhe librin që e shpalli në pejgamberët para tij, sepse ai që e mohon Allahun, melaqet, librat, pejgamberët dhe ditën e mbram, ai njeri ka devijuar me një devijim shumë të largët. An-Nisa ajeti 136. Do të këtë ajet u përmendën sa kushtet e imanit? 5. U përmendën 5 kushtet e imanit. Cili kusht nuk u përmend? Kaderi. Mirë. Tash thot Allahu Xhelal, gjithashtu leysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Nuk është bamirësi të ktheni fytyrat nga lindja apo perëndimi, por bamirësi është të besosh Allahun, ditën e mbram, melaqet, librat dhe pejgamberët. Përsëri u përmendën 5. Kjo është domethënë në surën Al-Baqara ajeti 177. Ajeti tjetër, gjithashtu në surën Al-Baqara, ajeti 285, thot Allahu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Tu përmendën 4. Besimin në Allahun Dhul Jalal, në melaqet, në librat edhe në pejgamberët e tij. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Al-Qamar ajeti 49, inna kulle shay'in khalaqnahu biqadar, në çdo gjë e kemi krijuar me përcaktimin ton. Edhe e plotësoi kushtin e 6 të imanit. Normalisht se na tham kjo është Kur'an i përmendur në disa vende që ka përderdhuna, e kemi hadithin e Omar ibn Khattabit radhiyallahu anhu që transmeton Imam Muslimi sa në tij, hadithin e Xhibrilit ku përmendet të gjitha me radhë. Besosh Allahun, melaqet, pejgambert, librat, ditën e mbram dhe në kaderin e Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot Imam Kurtubiu rahimahullahu ta'ala, besimi në Allahun do thot besimi dhe bindja se ai ekziston. Dhe se është e pamundshme mos ekzistimi i Zotit Dhul Jalal. Dhe se ky Allahu madhëria e tij është i cilësuar me cilësi të madhështisë, të plota, siç është dija, fuqia, vullneti, fjala, dëgjimi, shikimi, jeta, dhe se Allahu është i mbrojtur dhe i pastër nga çdo cilësi e mangët, që është kundërshtim me këto që i përmendën. Për shembull, Allahu a mund të emërtohet ignorant? Hasha wa kella, Zoti na lut, nuk mund. Se themin Allahu ka dije. Andaj e kundër dijes është ignoranca. Shembull, a mund me thonë se Allahu është shorth? Zotë në rujtë, guzojmë me thonë, se do vëdhë tje shërë është mangësi. Allahu i ka cilësit e plota, dhe do të është i pasur nga gjatë cilësi e mangët. Dhe se Allahu Dhul Jalal është i pasur nga çdo përshkrim i cili e përkufizon si trup, ose i përcakton vend, madhërisë e tij subhanahu wa ta'ala. Dhe se Allahu është një, Samet, për të cilën ka nevojë çdo gjë, është domosdoshmë krijues i të gjitha krijesave, vepron me vullnetin e tij absolut ashtu siç don ai, do të vepron çka don, me kënd don, si don. Kjo është besimi në Allahun xhelal. Besimi në melaqet, besimi se ato melaqet janë ibadun mukremun, rob të Zotit, të nderuar. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Nuk e parakalojnë urdhrin e Zotit, dhe sipas urdhnave të Zotit veprojnë. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nuk tregon mëkatar kaq që urdhnave të Zotit e urdhnat e tij i zbatojnë. Wa yusabbihunahu bil layli wan nahari la yafturun. Edhe ditën dhe natën vazhdimisht e madhojnë Allahun dhe nuk lodhen nga ky madhrim. Kjo është përshkrimi kuranor i melaqeve. Dhe se ato janë ndërmjetësuesit me Zotit dhe krijesave dhe pejgamberëve,
dhe veprojnë domethënë në botë vetëm se me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala. Besimi në pejgamberët është besimi se ato janë burrat sinqert që ka zgjedhur Allahu dhu xhelal të jenë lajmëtarët e Zotit për Zotin tek njerëzit. Dhe se Allahu dhu xhelal u dha mrekulli për të treguar sinqeritetin e tyre. Dhe se ata i përcollën mesazhet e Zotit tek njerëzit. Dhe u treguan dhe njerëzve obligime që kanë karshi Allahu subhanahu wa taala dhe duhet të respektohen këta burra dhe të mos bëjmë dallim në mesin e tyre. Besimi në ditën e mbrëmjes është besimi në ditën e Kiametit. Dhe gjithë ajo që nënkupton Kiameti, siç është vdekja, ringjallja, grumbllimi, llogaria, peshorja, sirati, xheneti, xhehenemi, dhe se ato, xheneti dhe xhehenemi, janë shtëpi të shpërblimit të besimtarëve dhe bamirësve me xhenet dhe të mëkatarëve dhe kriminalëve me xhehenem. Dhe besimi në kader, besimi dhe thotë se në krejt këtë që ka ndodhur, që e thamë dhe tash, është përcaktimi i Allahut subhanahu wa taala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, se Allahu është krijuesi jon dhe krijuesi i veprave tona, dhe se Allahu çdo gjë ka krijuar me përcaktimin e tij, dhe se dëshirat tona këtë janë të lidhura me dëshirën e tij subhanahu wa taala. Thot gjithë dietarët e selefit dhe të halefit janë të pajtuar në vërtetësinë e fjalës së atij që ka thonë se ma sha Allahu kan. Ajo që don Allahu me qenë, ka me qenë. Wa ma lam yasha lam yakun, dhe atë që nuk don Allahu me qenë, s'ka me qenë. Dhe ajo që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kullu shay'in bi qadrin hatta al-'ajz wal-kays, çdo gjë është caktimi i Zotit. Edhe aftësia dhe pa aftësia e njerëzve, këtë hadith të thonë Imam Muslimi në sahihun e tij. Andaj kush i beson këta kushte, pa dyshim, me bindje, pa hamendje, dhe thot, ajo është besimtar i vërtet. Ajo është besimtar i vërtet. Kush ka hamendje, më dyshje, dilema në lidhje me këto gjëra që përmendëm, ai nuk është besimtar i vërtet. Dhe normalisht mbetet tema boshte që është edhe lidhet me të kapitullin, se do të ky besim neve na vërtetohet dhe na plotësohet nëse na i duam besimtar për hir Allahu subhanahu wa taala, siç erdhi hadith wala tu'minu hatta tahabu, nuk mund të jeni besimtar të vërtet derisa nuk duheni mes vete. Thot Imam Nevevi rahimahullahu taala, nuk mund të jeni besimtar të plot, dhe se nuk mund rregullohet gjendja juaj me këtë iman që keni derisa nuk duheni mes vete. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na shëroi se prej mënyrave më të mëdha për të arritur imanin e plot është të duhemi mes vete. Dhe pastaj na tregoi se njëra prej metodave që e shton dashurinë mes nesh është përhapja e selamit, ku besimtarët do të afrohen njëri me tjetrin, do të rinë afër njëri tjetrit, bashkë njëri tjetrin, edhe kjo afërsi do të shton dashurinë. Ajo që thuhet te na në gjuhën e popullit, larg syrit, larg zemrës. Sa më larg rrin prej dikujt, ftohen raportet dhe lidhjet me te. Sa më afër rrin me te, aq më afër i ki raportet me te dhe normalisht shtohet dashuria ndaj tyre. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që transmeton Imam Buhariu sahihun e tij nga Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, thalatha man jama'ahunna faqad jama'a al-iman. Kush i ka tre gjëra e ka mbledh imanin. Cilat janë ato? El-insafu min nafsik. Tesh i drejt me veten tonë, e para. U badhu as-salam lil-alam. Jap selam botës, këtëve. Ata që njeh, ata që njeh. Dhe e treta wal infaqu min al-iqtar, edhe t'jap sadaka edhe kur s'kije. Kur s'ki shumë, domethënë. Se kur kije me dhon normal është. Ama kur s'ki me dhon, atëherë ti e ki dëshmue imanin. Këtë hadith thash e transmeton Imam Buhariu sahihun e tij.
Thot Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala, "Wa badlu as-salami lil alam." Tu jap selam botës, nënkupton modestin tonë. Që ti si e mendje mam ndaj askujt. T'jap selam edhe të voglit, edhe të madhit. Edhe të ndershmit, edhe të poshtrit. Edhe ati që e njef, edhe ati që se njef. E mendje madhi është i kundërt i kësaj. Ai s'ta kthen selami kur ja japsh, e jo mo me dhon selam ai, ty duke menduar se ti nuk e meriton selamin e tij. Gjithashtu thënë ulemat, në përhapjen e selamit, botës mbar, do thotë eliminohen idhnimet mes njerëzve. Eliminohen shkëputjet e lidhjeve mes njerëzve. Prishjet e raporteve mes njerëzve. Edhe normalisht përhapja e selamit për i Zotit, do të tregon se ti ke në zemrën tonë paqë, dashuri, harmoni dhe ke qef që edhe tjertë ti kanë këto elemente në zemrën tonë. Gjithashtu porosia dhe mësimi tjetër që vjen është se të gjithë na duhet punojmë tu tregojmë tjerëve gjëra dhe vepra që shkaktojnë lumturinë në jetën e tyre. Që ma mbushin zemrën me dashuri për një tjetrin. Që ma mbushin zemrën me iman. Andaj këto porosi dhe mësimi që na i themi këtë mësim sabahut, nuk duhet me mbet vetëm këtu në xhami, po secili prej neve do të më marr me veti dhe më përcjell familjes, më përcjell shokëve, më përcjell kolegëve, më përcjell në rrjetet sociale, më përcjell se aq sa më shumë i përcjellen në këto porosi dhe mesazhe, aq më tepër do të na shtohen shpërblimet, po edhe aq më tepër do të konfirmohen dhe gëdhenden dhe vërtetohen si fakte dhe dhe më thonë mësime të rëndësishme, të dobishme për na dhe për të tjerët. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili i ka mësuar besimtar që do të veprojnë me këto mësime dhe porosi dhe të jetojnë një jetë të lumtur këtë botë dhe normalisht pastaj të jetojnë një jetë të lumtur në jetën pas vdekjes. Këto ishin mësime dhe porosi që pa të mundësi të themi për këtë hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun e Madhëshëm në ditë të dobishme dhe vepra të mira, në sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur që na ka tubuar në këtë xhami të mësojmë këto hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenetul firdaus. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.